Të nderuar vëllezër miq prej rrethave të ndryshme të Kosovës dhe të Shqipërisë, trafik Kukësit, Tiranës dhe të Elbasanit e të Durrësit, edhe jetë vendeve të ndryshme mirë se keni ardhur në programin vëllezërore, e cila ka qenë pak e vështirë për juve nga se shije, rrugët e lakta e kene, po megjithatë kemi ardhur një bashkuesi çdo vit që bashkohemi në këtë vend edhe në vendaja edhe bukdhënia për vëllezërve të cilët i qelin xhepat e tyre i bajnë këto pagesa. Sonte programi janë është Kur'anin do të këndojë hoxha nga Prishtina tash, Fatmir Fatlumi, hoxha Avës Fatlumi. E kemi sonte një mysafir të veçantë që ka doktoruar në Arabinë Saudite, hoxhën Adnan Irfan Tota, doktor hoxh i teologjisë për Arabinë Saudite, sonte kemi nderin. Unë po mjenë keq, por masi është ma i ri me mosh, edhe në sjell shakeq ndaj tij ai barën. Më barë mua, për ndryshe me inderua ulemat është prej edukatës islame, edhe nga Kur'ani famlart, edhe nga sunneti profetik i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mandej kemi sonte mysafirin tjetër prej Ferizajit, edhe Faruk Lohaj edhe ustaz Nehat Ajeti. Kështu që nuk do të vujmë, do më thonë, për derse ligjërata, nuk do të vujmë për nasihate e këshilla. Inshallah ju ka pëlqyer pasuli. Hoxha i Kukësit më tha tjetër herë, e dua pasulin me mish të thatë. A një vaqë Ramadan. I ke bo se e ke bo, e lodh tjetër herë me mish të thatë. Thash, e koni, valla mundova me të regua, ka qenë i thatë, me kemi shtin pasulli u lakë. Si të qëtë, sote se dikush pa fol mirë dikush, pa fol dikush edhe keq, nuk shpëtojmë. Për sonte aksionin do të kemi, një vllau paraqitet prej Gjermanisë, ai e startoi domethënë aksionin e sondit me disa lek, edhe posa i shkuar në Gjermani, u paraqit tash pak para më foli. Pasuri janë është gjithë me çmim 20, po kuroma pak i arritin çmimin për me arrit qëllimin. Sonte lek do të shkojnë për çeshme të abdesit, ku ka më marrë abdes nga një xhamiet e Shqipërisë. Ato do të shihni brenda një javë ose 2 javë më shumë ti, nuk shkon 2 javë, nga se nesër do të shtrohen tapetat, tepijat. Këta Shqipënijat i thejnë tapetat, i thejnë tepijat. Nesër sot kemi kryo punën e tapetatëve. Brenda javës e 2 nuk shkon dhe të hapët, ato do të shihni në Facebookun tonë, këtu që e marrë kjo vllai jonë, Jenuz Durmish. Do më thonë që do të shifni vetë ato që ka të përbëjmë, kurse sonte që ka të bëjmë dhe që kemë për qeshme të abdesit, banjë, lavatrice, që ka nevoj për me marrë vendimin higienik për atë xhami. Ju kisha tregu edhe ko është edhe xhamia, por për mos me pa bujë dikush për nga mas, s'ka nevoj. Kur ta hapni e shihni ko është ajo xhami. E kjo është me fuqinë tonë që e bëjmë, nuk e i përrejmë me në dhonë këtë kush, mos në keq kuptoni. Dhe më thonë, s'ka i mërim këtu, kemi ardhë, kemi hangër bukë, Zoti edhe është bereqet, kush e paguën e kush se paguën, ata që e kam bon Allah edhe është bereqet të gjithëve dhe neve krejtë dhe ju e shtovë Zoti bereqetin. Kurse dikush pëse ju folë anë e këtë, kanë folë keq për Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, për Allahun edhe kanë folë keq, ju mësë piknoni, mësë mërzitni për atë punë. Na duhet më mërzit, na punët tona, apo i bajmë që shduhet, a jo. Për që ta mërzit. Atëherë pa e zgjatë më tepër, hafëz
Hoxhës ja kalojmë mikrofonin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Allahu është përbleft, hafëzin, fatlum. Inshallah dhe na jemi fatlum me këtë lexim të Kuranit. Pa ju vanua e kemi tash mesafirin ndërtorin në Tiranë e ka fjalën. Tfadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të gjitha falënderimet janë për Allahun fuqiplot. Vetëm atë e falenderojmë, vetëm prej tij kërkojmë falje dhe ndihmë. Dëshmojmë me zemër, me gojë dhe me punë se Allahu i lartësuar është i vetmi i cili meriton të adhurohet. Siç dëshmojmë se profeti ynë i dashur i zemrave tona, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. I lutemi Allahut që na bëjë nga ata persona që e lënë të dynjan duke thënë shahadetin la ilaha illallah dhe duke ecur gjithmonë në gjurmët e profetit alayhi salatu wassalam, që me lejnë Allahut timi nga ata që futen në shefatin e tij ditën e Kiametit. Nderuar vëllezër, natyrisht pas falënderimit të Allahut falenderojmë shehun tonë të nderuar, Sheh Mazllamin,
të cilit nuk do i bëjmë biografinë sot për t'i treguar ato vlerat që ka, sepse inshallah i ka tek Allahu. I njohur është ai personi i cili është i njohur tek Allahu. Nuk është ai që njihet mes njerëzve. Prandaj kur vra një nga sahabët në një luftë dhe Umeri u dha urdhër që të shikojnë kush janë të vrarët, i mblodhën të gjithë shahidët, dëshmorët, dhe njëri prej tyre nuk e njihte asnjë person. Edhe i tha Omer, është vrarë filani, filani dhe filani. Mirë po është edhe njëri të cilin nuk e njohim. E pa Omeri tha, as unë nuk e njoh, kur e pa këtë person e vrarë. Po tha, çfarë do mi i bëm pse nuk e njeh Omeri? Tha, sepse e njeh Allahu i lartësuar. Puna më e mirë është ajo punë të cilën bëhesh i njohur në qiell, jo në tokë. Pjesa dërmuese e njerëzve që njihen në tokë janë ata të cilët njihen për shkak të fiskut, të gjunaheve, mëkateve, njihen për keq. Vetë po shikoni atë dosjen e famkeqe të Epsteinit, ku dalin të palarat, urrëtia, lufta që i bëhet Islamit dhe muslimanëve, jo vetëm kaq, po bëhet luftë kundër qenjes njerëzore. Prandaj dhe tha i sheku i nderuar, tha luftën, tha sot me Perëndimin, nuk e kemi luftë tha feje. E kemi luftë të kthehen në orbitën njerëzore, sepse po dalin nga shinat e të qenit njeri. Në kohën që jetojmë kemi shumë sfida. Natyrisht njeriu përpiqet të bëjë atë që ka mundësi. Mu para 2 muajsh më ka dhëruar jetë baba, Allahu mëshiroft. Dhe bëri shumë përshtypje kur lexova një fjalë një vllai, tha kur të vdes baba, tha 2 gjëra si harron asnjëherë. Tha nuk je shmallur asnjëherë me të. Do thush pse nuk kam nejt edhe pak më tepër me to, dhe do bëhet pendohesh pse nuk i shërbeva, pse si bona i zmet më tepër. Ajo që duhet të them nga e gjitha kjo është se ne jemi në një përplasje në shumë aspekte. Kemi musliman që se njohin Allah. Kam pasur xhamat tonin atje në Tiranë që kanë shkuar me 5 vakte, kur ka ardhur në Shqipëri nuk e ditë as ditën e xumat. Perëndimi të nderuar vëllezër nuk të le kohë për Allahun. Ta merr kohën, del natën, kthesh natën vetëm për dunjën. Do thot në njëri hoxh ti as punon, fëmijët kushtirun, a duhet me punu? Patjetër duhet me punu. Allahu i lartësuar ka përmendur në Kur'an me 10 ajete duke e shah dunjën. Edhe ka përmendur disa, pra kur thot Allahu, ata të cilët e shesin ahiretin për blerë dunjën. Pasti thot umat metaul hayatud dunya wa umal hayatud dunya ila metaul ghurur. Në që kësaj botë do të mashtrim. E kështu me radhë. Kur flet pastaj që ti japim rëndësi në dunjas, thot wala tansa nasibaka min ad-dunya. Mos e harro pjesën e dunjas. Pra puno për dunja. Na thoshte një profesor në Medinë, Allahu e ruajt, nëse është gjallë dhe mëshiroft nëse ka vdek, thoshte të nderuar vëllezër, puno për dunjan sa të kesh mundësi. Me duar, me thonj, vetëm kujdes. Leje dunjan në dorë, mos hyj në zemër. Edhe u po them, po hyni dunjaja në zemër aty ku e ka vendin Allahu, pra me besim, atëherë ajo zemër nuk nje as Zot, as fe, as besim, as imam, as vllazëri, nuk nje asgjë sepse i e rëndësi kryesore vetëm dunjas. Allahu i lartësuar ka përmendur 2 grupe në Kur'an. Thotë minë nasi me yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ka disa njerëz të cilët thonë o Zot na jep mirat e kësaj bote. Kaq deri këtu. Tha mirë po këta në ahiret nuk kanë asgjë. Asnjë nësi.
Pse janë lutur vetëm dunjas. Janë lutur Allahut, punojnë vetëm për dunja. Të fitojnë dunjan. Pastaj përmend Allahu grupin e besimtarëve. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Kurse ka prej atyre besimtarëve të cilët thonë, pra prej njerëzve që janë besimtarë, o Zot na jep mirat e kësaj bote dhe të botës tjetër, dhe nga ruaj nga zjarri i xhenemit. Pra o vëllezër dhe ne e duam dunjan. Ku ka më bukur kur një person i ka falë Allahu pasuri dhe e falenderon Allahun duke dhënë nga kjo pasuri. Pra nuk thot Allahu që ka këta persona që do t'jenë xhenetli. Do thotë fitojnë xhenetin, janë lutë Allahu t'u jap edhe dunjën dhe ahiretin. A nuk ka Allahu? Ka për gjithë. Allahu po jep edhe qafirit, atij personi që e mohon Allahu. I jep të hajt, pi, nuk jam me shpirtin me njerë, sa po shpreh atë kufrin, atë mohimin e Allahut. Që ka tregon që e mëshiron Allahu dhe qafirin. I jep jetë, ndoshta edhe të gjatë. Prandaj, për kur përmend Allahu të krishterët, përmend që ato i bëjnë shok Allahut e që thonë Allahu është tre, triniteti që njihet. E përmend Allahu në fund duke thënë, e fela yetubune ila Allahi yastaghfirune. Pra bëj një pyetje Allahu, për ka vëllezër për qafirë, për të krishterët. A nuk pendohen tek Allahu dhe i kërkojnë falje? A ka Allahu nevojë për ata, për ne, s'ka nevojë Allahu. Në qabën e qiellit në Beitul Mamur, çdo ditë hyn 70.000 melek që adhurojnë Allahun. Çdo ditë. Kur është krijuar dunjaja e deri në ditën e Kiametit. Llogariti për çdo ditë 70.000 melek, të cilët i ka krijuar Allahu, la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Asnjëherë se kundërshtojnë Allahun dhe gjithmonë bëjnë atë që duan. Atë që urdhërohen, pa atë që i urdhëron Allahu i lartësuar. Përpiqu të jesh besimtar i mirë me veten, i sinqert. Shpesh herë xhallart përmendim vdekjen, përmendim sinqeritetin. Natyrisht kjo bëhet me qëllim që besimtari çdo punë ta bëj për hatër të Allahut. Sepse në ditën e Kiametit nuk vlen nëse puna s'është e pastër për Allahun. Ti nuk pranon kur shkosh në një market, një dyqan, s'pranon nëse ai dyqanxhiu të rrend thotë që ky qumshti tamli është origjinal, mirë po ai ka futur ujë. E si do japsh Allahut atë adhurimin, atë ibadetin i cili është përzirë një jeti. E ke bëjë jo vetëm për hatër të Allahut, e ke bëjë edhe për njerëzit, thonë filani, mashallah, sa bukur fliste hoxha, besimtari, mashallah. Përpiqu që ta kesh një punë të veçantë që ta di vetëm Allahu, sepse ajo do të shpëtojë ditën e Kiametit. Vëllezër nderuar, ne hoxhallar të flasim shumë fakt. Jemi si politikanët, po e kapëm mikrofonin, nuk e lëshoj, megjithatë këto mezhlisë të cilat takohen që Allah është përbleft hoxhën tonë, hoxh Mazllam, që bëhet sebeb, vallahi vëllezër nuk ka punë më të lartë tek Allahu se sa të ngjosh diturinë. Në shtëpiat tona mi keqardhjen, në shtëpiat e muslimanëve ngjohet muzikë, shikojnë telenovela, seriale turke, spanjolle, gjitha vendeve të botës. Vetëm pak janë ato familje që ngjon Kur'an, kur futesh mrena në shtëpi, që ngjon ligjërata të hoxhallarëve, dietarëve. Prandaj njeriu duhet që asnjëherë mos mezhliset e dijes. Kur shikon që një hoxh ka mësim, shko dhe ulu dhe dëgjoje, sepse ka më shumë vlerë se sa të falësh 2 rekate për Allahun, sepse diturinë që e merr e ke për vete, shpërndan tek familja, tek fëmijët, tek bashortet, tek tjetri, pra ke se vapet edhe kur përfitojnë të tjerët, kurse 2 rekatet që i fal janë vetëm për veten tënde. Do ta mbyll. Allahu i lartësuar thot në Kur'an, kur përshkruan se çfarë vlere ka sadakaja në këtë botë. Fundi i surës Munafiqun, Allahu i lartësuar thot: "Ya ayyuhalladhina amanu
la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadukum al-maut fayaqul rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fayasaddaqa wa akun min as-salihin. Allahu bën thirrje besimtarëve duke thënë: O ju që keni besuar, mos ju mashtroj, mos ju largoj pasuria dhe fëmijët nga përmendja e Allahut. Natyrisht kur fjala për përmendja e Allahut, për adhurimin e Allahut në përgjithësi, sepse edhe namazi përmend Allahun, edhe agjërimi dhe çdo adhurim ka përmendje të Allahut. Thot Allahu, kush e bën këtë, këto janë të humburit. Dhe pjesa dërmuese e muslimanëve tonë nuk falen sot. Pse o vëllezër? Thonë atje në Shqipëri, do më ruaj kalamajt o hoc, kush na i ruan kalamajt? Pra ka frikë se të falesh 5 minuta apo 7 apo 10 minuta bashkë me abdesin ta falësh farzin, e pengon nga puna që do ruaj kalamajt. Qëse e fton një shok hajde të pini kafe rreth 2 sahat. Lokal. Restoran 2 sahat rri, kurse për Allahun i dhimbsen 10 minuta. Prandaj dhe Allah thot, kujdes, mos të largojmë nga adhurimi i Allahut as pasuria, as fëmijët. O jam në punë, s'ka mundësi mu fal. Pra i largoj, sepse i dhan më tepër rëndësi dunjas dhe harruan Allahu, harruan ahiretin. Kush e bën këtë, thot Allah, të humburit. Pastaj thot Allahu: Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum. Jepni nga ajo që ne ju kemi dhënë. E thot Allahu, pra atë pasuri që e ke ti, Allahu ta ka dhënë dhe ai por të urdhëron që ti ta japësh sadaka. Atë gjithë jo Zot. Jo të gjithë. Ka dhënë zakatin 2.5%, ke 100 euro, 2 euro gjys. Pra e një pjesë që ta ka dhënë Allah, pra Allahu të urdhëron dhe ai ta ka dhënë. Si thot dikush, do të fal 100 euro, më jep 2 euro. Patjetër se ke fituar 98. Pra Allahu ju thot njerëzve, unë pa kam dhënë pasurinë, unë pa kam mësuar, kam dhënë jetën, kam dhënë mendjen, zanatin, duar, gjitha. Prandaj jepni. Pse? Thot përpara se ti vinë ndonjëri prej jush vdekja dhe të thotë: O Zot, sikur të ma këshe vonu e gjelin, vdekjen, që t'jap sadaka dhe t'jem nga besimtarët e mirë. E vetmja gjë që bëhet pishman njeriu vdekje, thot pse s'ka dhënë sadaka. Nuk ka përmendur vëllezër as namazin, s'ka përmendur as agjërimin, që janë adhurimit, janë shtyllat e Islamit. Ka përmendur sadekan. Kujtohet një hoxh në Shqipëri, para se të vdisë më pak ditë, më dha një 80 euro, afërsisht. Tha jepi sadaka për xhamin. Mora ca mbajt se Kuranësh që t'i shkoj se vapi edhe sot janë aty akoma. Pra kur mos prit që të zbutet zemra herë kush të afrohet me leku i vdekjes. Para. Mos je koprat se dhe pse të ka dhënë Allahu pak. Sepse profeti alayhi salatu wassalam ka thënë që 1 dinar apo 2 dinar vlen tek Allahu më shumë se sa 100.000. Një person ka 1 milion euro dhe jep 100.000 euro. Ka dhënë 10 apo jo? Ka dhënë shumë pak. Një person ka 5 euro jep sadaka të gjithë, ka dhënë gjithë pasurinë. Pra mos shiko sa jep. Sepse sadakaja, thot profeti alayhi salatu wassalam, e zmadhon Allahu dhe rrit ashtu siç rrit ndonjëri prej jush mazin e pegës. Pra ka atë voglin, atë kafshën që e rrit vetë me duart e tij, e shef duke u rrit, e ushqen, thot kështu Allahu e zmadhon dhe e rrit sadekan që jep njeriu për hapet Allah. Të mbyllim, më pëlqen me thënë nga një histori, sepse Allahu i lartësuar përmend në Kur'an tauhidin, njësimin e Allahut, abdesin, namazin, agjërimin, dhe përmend edhe këto historitë e profetëve dhe të njerëzve të devotshëm me qëllim që ne të marrim shembull. Wa bil mithal yattadih al maqal fa naraq. Kur e jep shembullin, atëherë njerëzit kuptojnë më shumë, më drejt. Hafizi nderuar, Hafiz Abrikoçi, Allahu e mëshiroft,
cili kur e shikon të qënë vitet 90 që hapi xhaminë e parë në Shkodër, më tepër ju ngjason atyre gjeneratave të para, me burrinë e tij, me besimin e tij, me guximin e tij që kishte për hadër të Allahut. Sa ndaj ke burg? 20 vite. Tregon që hante edhe bukën e mikur, ishte bo buka jeshik nga miku, e futën burg vetëm se ishte hoq. Allah më shirofti, inshallah e ka shkruar xhihad. Shkon në një vizit në Birmingham, në Angli, Mbretërinë e Bashkuar. Bëhet fjalë nga viti 94, sa i kishte rënë komunizmi, pak vite kishte në Shqipëri. Shkon për të marrë një fjalim, një simpozium i madh nga dietarët e botës. Hafizi Allahu mëshiroft kishte bërë një operim në zemër, ndërhyrje, dhe ishte i lodhur. Mbajti një ligjërat disa minuta, i tha doktorit duhet të pushosh patjetër sepse nuk e përballon. Edhe i njoftoi pjesëmarrësit, tha që Hafizi do pushoj pak për arsye se është i lodhur, sepse ka bo operacion. Ato xhamati që ishin aty, nga musliman natyrisht, vendali pra angleza po të huja nga gjithë bota, se dini Anglia është mix popull heterogen. I thonë që pyetni Hafizin, hoxhën e nderuar, çfarë ilaç është përdor për zemër, me qëllim që t'i gjejmë barë në hapa ilaçe më të mira këtu në Angli, se sa e janë atje në Shqipëri që janë çet komunizmit. Shikoni o vëllezër, kur njeriu në zemër ka fen e Allahut, jo interesat personale. Sepse shkoi edhe një nga të parët ta një herë, shkoi në Arabi Saudite, tha çka kërkon për muslimanët? Tha s'kam makina, ka mundësi me më siguroj makinë? Tha hudhe shpejt makinë, tha ma përzini, ma hiqni qafe, s'du ta shoh në sy. Kurse kur i tha Hafizi çfarë ilaç është përdor, gjejmë ilaçet më të mira, tha unë vetëm një ilaç du. Kemi një vend në Shqipëri për ndërtu i xhami. Mirë, po s'kemi të holla, s'kemi fonde. Ban thirrje në atë mezhlis, u mblodhën 206.000 pound. Bëhet fjalë në vitin 94 që kishte shumë më tepër vlerë se sot euro, apo dhe vetë poundi. Atëherë Hafizi u gëzua, i falenderoi. Kjo është nderuar vëllezër që kemi nevojë. Kemi nevojë të jemi sinqert me veten. Kujdes. Le të jesh një person, thoshte i vllau musliman, jo dy. Jo i devotshëm para njerëzve, hipokrit me Allahun. Mos jetë më me vlerë hoxha apo besimtari apo familja, ke frikë që të bësh një gjuna, kur je vetëm, i thyen kufit e Allahut. Kujdes, ruaje kohën, përpiqu që të bësh analizë ditore, vjetore, mujore, çfarë ke dhënë për Allahun dhe çfarë ke bërë për vete dhe për dynjan. I lutem Allahut lartësuar të na mëshirojë. I lutem Allahut na bëj të fortë derisa të adorojmë shpirtin e Allahut. Elhamdulillahi rabbil alamin. Ndijes për zgjatje. Allah e mirë. Domethënë mos po bën dy persona ti, një apo. Azat të xhenet. E kemi hoxha Farukin nga Ferizaj, Medina, është i diplomuar. E ka fjallën Shekh Faruk. Jalla, habibi. Assalamu alaikum. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Falënderojmë Allahun, o dërgojmë salavatë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allah e urit hoxhën tonë, Shekh Mazlamin, edhe është shëndet. Amin. Që thënë, kur po dolin ndonjë benzisë, kujti që ke dorë qëto me letra, unë i baj 2 dua për të. I thamë Zotit, ta është jetë gjatë dhe shëndet. Normal është edhe imane, beseme. Jeti, Allah të është jetë gjatë edhe shëndet. Me folë për sadakan, mas pori fuli hoxha i fanë Allah që përrejtë. Po, edhe me folë para mulla mazlamit për mbledhjen e pareve, kë gjithmonë thëtë, unë jam specialist me a marë parët njerëzve. Kishe bilila. Kështu që, asë unë jam marë temën, asë unë jam thamë mirë se kë. Allah e vërtë.
Po në asni tema mirë se ky, po më s'ma kallon fjallën të shka po flasë. Ka thonë në xhallarët 4 hadithe janë baza e edebit muslimanit. 4 hadithe janë baza të edebit muslimanit, të mirësjelljes muslimanit, të besimtarit. Hadithi I parë është që ka thonë pejgamberi alayhis salam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Një njeri, pejgamberi na është drejtu ka thonë, ahadukum, do njëri për juve, nuk ka besu ndë njëri për juve, tamam, por derisa nuk dënë për vllahun e vet atë që ka dënë për veten e tij. Pejgamberi sa thonë la yuhibbu, la yu'minu, nuk ka besu. Do thonë imanin ton na nuk e kena bon tamam. Por derisa nuk dojmë, nuk dëshirojmë për vëllezërit tonë atë çka e dojmë për veten. Kjo do të thonë që kur një vllau ton, një muslimanit, Zoti xhaleshanu e hajër e bereqet, na duhet me u gëzu. Me thonë elhamdulillah, që Allah I ka dhonë bereqet, edhe me bo dua që Allah më jashtu bereqetin atij. Për atë zilia është mëkateve të mëdha. Zilia është mëkateve të mëdha. Subhanallah, ai ziliqari thamën e kështu. Gjuna I tij kanë herë shkon shumë lart. Pse shkon shumë lart? Sepse kur dikuj Allah I ka dhënë diçka, dhe qofse unë nuk kënaqem me atë që Allah I ka dhënë, tashun po pindërhyj Allahut në ato që ja I ka dhënë. E ne, si musliman, e kemi për kushteve të imanit, a kemi besu caktimin Allahut e lëshanu. Po na si musliman, s'foku si shqiptar, zakonisht kaderin e Zotit e përmen me veç kur ka dek dikush. Ose kur dikuj ka ndodhë në një fatkeqësi, thëjmë e pas ka shkru Zotit qështu. Jo, Allahu çdo gjë e ka shkru. Edhe kur dikush mrin pasuni e pushtet, e pozit, e sukses, edhe çdo e mirë që ndodh është me caktimin e Zotit, jo vetëm vdekja. E pra, qofse na nuk pajtohemi, nuk pajtohemi me çatë mirë që Zoti e ka dhënë dikujt, nuk e kena punë mirë edhe me besimin kaderin e Allahut. Sepse s'mund të ndodhë diçka pas caktimin e Allahut. Andaj, pejgamberi alayhis salam, pra ka thënë, nuk s'ka besu dikush për juve, për derisa mos të dënë për vllahun e vet atë që ka dënë për veten e tij. Shkurtë, dy të fjalë rreth këtij hadithi. Hadithi I dytë, që ka thënë Hoxhallahu, se është prej bazave të debit, të akhlakut, moralit, sjelljes muslimanit, po që ka thënë pejgamberi alayhis salam, ose thujmë, në arabisht, men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khayran aw liyasmut. Ai I cili beson Allahun dhe ditën e Kiametit, le të folë mirë ose le të heqë. Shikoni vëllazë, gjuha me të cilën ne flasim është piniteve më të mëdha që na ka dhënë Allahu xhaleshanu. Me gjuhë ne e shqiptojmë shahadetin. Thojmë ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Po me gjuhë dikush edhe ban kufër. Andaj gjuha është një organ që Zoti na ka dhënë me të cilën njeriu
e rrezikon edhe imanin e vet. Atë ka thonë pejgamberi alayhis salam, ndoshta dikush ka një herë mund ta thotë një fjalë që se ka unë fort veshin. Edhe fjallë e hajrit, se ka unë fort veshin, po me të hinë xhenet. Dhe kundër të, ka mundësi që dikush e folë të një fjallë të keqe, që se ka unë fort veshin, edhe me këto shkon në xhenem. Andaj, pra pejgamberi alayhis salam pas ka thonë, ai që i beson Allahun dhe ditën e Kiametit, ose le të folë mirë, ose le të heqë. Sepse ne në raporte me njëri tjetrin, me fjalë i lëndojmë njerëzve. Me fjalë ju him në hak njerëzve. Me fjalë e lëndojmë njeriun, e i dhëm njeriun. Andaj me pas kujdes me ru gjuhën, sepse duke rujt gjuhën, fitojmë shumë. Pra aty pejgamberi alayhis salam kur ka folë për me rujt gjuhën, ai sahabie ka thonë, ja Rasulullah, o i dërguar Allah, po edhe çka kena me folë kanë për çështën e Zotit. Normalisht sahabët në fillim të Islamit si kanë ditë pesele. E pastaj sahabia kur e kanë dëgjuar pejgamberin alayhis salam u çudit. Ka thonë, ja Rasulullah, po edhe çka kena me folë, kena me dhënë gjavab të Zotit. I ka thonë pejgamberi alayhis salam, pa nuk e din ti që një pjesë të madhe të njerëzve gjuhët e tyre i çojnë në xhenem. Andaj le ta ruajmë gjuhën tonë. Hadithi i tretë është që kur dikush ka ardhur te pejgamberi alayhis salam dhe i ka thonë, ja Rasulullah, ma jep një porosi, ma jep një vasijet, ma jep një mësim të mirë. Ka thonë pejgamberi sa la taghdab. Mosu zemro. Ai përsëdyti ka thonë prap, ja Rasulullah, ma jep një këshill. Prap i ka thonë mosu zemro. Kështu edhe përsëriti. Vallai pejgamberi alayhis salam ka treguar se shejtani është ai i cili ecë nëpër damarët e insanit. Edhe e ngacmon, e nervozon. Edhe ka thonë pejgamberi alayhis salam se shejtani e merr një grusht me gaca, edhe ja hull në gjaks njeriut, edhe ai nervozohet. E po njeri kush nervoz, qysh sa na kuçë thojmë të na në Kosovë. Pra të la taghdab, mos u zemro. Ban sabër, ban durim. Sepse kur zemrohesh, del nga vetja jote. Edhe kur dal nga vetja jote, bën vepra edhe thu fjalë të cilat do të pendohesh më vonë. Andaj këshill për veten edhe për juve, mos u zemro, mos u hidhro, sepse e dëmton veten edhe i fyn të tjerët. Dhe hadithi i katërt që për të cilën ka thonë ulemaja se është bazë për edebin edhe sjelljen e moralin e njerëzve, hadithi i cili ka fjalë për të, por që kuptimin e ka që mos u merr me atë çka s'është e jote. Mos u merr me punë të huaja. Dhe shkurt e shqip, ai i cili mirret me punë të veta, s'ka vakt, mu marr me punë të huaja. Ai i cili mirret me punë të veta, s'ka vakt, s'ka kohë, mu marr me punë të huaja. E kur njeri u mirret me punë të huaja, atëherë jetë mangu, jesin mangut punë të veta. Kështu që ta katër hadithe, si porosi me qenë për vetën e për juve, inshallah Zoti na jep hajër dy janë herat. Allah shpëlojë. Vitën e kaluar ky hoxha i Durrësit, hoxha i Tiranës, kukësit është Tirana, po vjen tha një xhma me vonë këtë natë. Thash, po vi, shkova e vona një xhma zdimumi cili ka qenë, kohë në zetë ishte në verë, e bona xhman, thash, më shkojnë në mend, o xhamat, se xhamati ishte të shiku me një ambërsim, si më dukte. Xhamati rini e gjithë, tash o xhamat,
unë masi që të kry gjumon, jam ujuritur, kove drekës, unë du drekë ma angër. A do më paguni drekë, ta di bile, ata kretë po. Thash, menyja ima është sot, ma e ullëta, 5 euro. Po kush do me shtu meny, në shtone, ma e sot e inja 5 euro është. Po bon aty 1.400-500 euro, 700 dikon. Shkuan, u mrëdhen për atë menyn time atit, 500 euro i qovan prej gjamiave të Shqipëris, e tjera t'i lam për gjëmatin, ku kishte fukara ati vendi, lagja asaj gjamis. Po bon shumë mrekulli e madhe. Kurse sante nuk është e qëtu asë kërës të koha shi. Edhe me ngranë që a fatëm që të ndashti Allahu caktimin e këni pas me anër që kam. Kurse mos të harroj, prej tash mos të harroj, me 7 mars, që të marsit që po vjen, të gjithë jeni të ftuar në restorantin Nafran për iftarin e mas 600 persona. Dhe më thënë, pitash jeni të ftuar. Nuk ju vjen edhe një herë ftesa, të dini 7 mars, dita e shtunë. Dita e shtunë. Kurse për sonte, për qeshme të abdesit, që thamë, bëjmë diçka, ne nuk jemi numër i madh, po dhe pak nuk kemi, se afër 70 vjet jemi, 70 vjet ngrisim, me 70 vjet lufte nevojshme dhe fitesh fitore. Disa prej vëllezërve të Prishtinës i kanë qurë selamat prej atjetës jam një pjesëmarrës në për të ngrënë këtë pasullin e sontit që ka pregatit Hajj Ramadani, por ata pagesën e kanë qurë prej atjetës. Kush e dënë me pagu, kush dënë me kanë pjesëmarrës, jo pasullin me pagu, u bo pjesëmarrës të qeshme të abdesit, se mos kujtoni për një me, për një pasull në jo marrë 20 euro. Në për një pasull me shitun, këtë pasull 50 euro jo marrë. Kështu që sonte prej 20 e përpjetë si kur ka qenë çdo vjet, kush ka dëshirë, kush s'ka dëshirë, ai puna ti, apo sadakën mos tajnë e nini hoxha i kuksit, që ka tha për sadakën. O Zot, ma zgjat edhe pak jetën që ta kry sadakën. Jemi vllazën tash në mujin e para Ramazanit. Ky muj para Ramazanit është i çuditshëm, muj Shaban. Muj Shaban rrim kretë pak si në një farë rezervë, një trembe, si do vinë Ramazani, si do agjeroj Ramazani, si janë i knena, një prej shokëve tonë, më thirrin në një prej xhamiave të vjetra një herë, më tha, eja hoxhë, eja, thash pse, eja të më tregoj, tha çka kam pregatit për Ramazan, këni kujdes një, mos ta bëni shumë. Urim t'i po ngopët, po e ndurën ishë. Sa për ty kënë, sa t'ja pishti kënë në dhonë ketë në pas të je. U kry. Urimin e kemi prej miqve të vjetër, të cilit ka falë Zoti edhe e Vlad, mirë po prej boshës 17 vjeqare nuk lashen. Kështu që e kemi bon atë ditë një cilit që kanë xheneti pari, me lip një tjetrin, edhe më ka thonë, ky urimi më ka thonë një herë, edhe me emocionet tashu e bona vetin, ka dhe në vëllajt për sa më ka marrë malë me të paftyrët. Inshallah urim në xhenet shihë në njëve. Bidhni lajtë ala, shusnia urimit i kanë dalë krah edhe i kanë marrua shtëpin, edhe i kanë rahatua në shtëpi, kemi prej urimin e kemi si hoqë. Hoqë mirë. E ky kolega jam ky një farhoqë a vjetër, po më jenë keqë, ta nuk e shkriv këtë pjesë, sa eja hoqë ka kam pregatit për Ramazan. I çudit shumë. Mani në mend që to 5 specifikat në mujnë Shaban që ka ndodhë. Edhe këto mani në mend se ju duhen edhe ju, ose më hoxhallar po rrini. Numër 1, salavati për pejgamberin është shpall në mujnë Shaban. Cili ajet është i salavatit?
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu min suratul Ahzab. Numër 1. Numër 2. Në Shaban këtë muj, kibla ndrua prej Mesjid al-Aqsa në Mesjid al-Haram. 2. Këto prej argumenteve të Kuranit. 3. Në qëtë muj ndodhi ndarja e hanës, në shikakul kamer, kur e lypën qëfarët e Mekës. Kush dëshmon për ty që je profet? Resulullahi këthe prej qilit pa hanën gjysë. Kush dëshmon për mua hana dëshmon? Ju qatë 2 pjesë, thënë historian, njëna pjesë ka dalë prej Gjebel Nurit në djathë, qetra prej Gjebel Beni Kubes në të majtë. Shumë interesant, që me këto ka histori me i lypë Shekh Zaglul në gjari i Egjiptit që ka fletë për këta dhe ulemat e galaktikit që ka folit për këto jetë një pament. Po hulim tonë këtë qështje. Shumë interesant. 3. E 4. Në këtë muj në gjysë Shabanit, Allahu Gjallë Gjellalu të gjithë dhe përja falë ka gjunahet, kufarve, nërmanet e adive jo, qufarve jo, edhe s'pja falë ka gjunahet, vlezrive dhe motreve që janë të hidhruar në mezveti. Vlla e kje s'folish, motër e kje nuk folish. Edhe e fundit, Allahu e ka gëzuar në qysh në fillim të mujtë Shaban, Resulullahi sallallahu alaihi wasallam me lindjen e nipit të dytë, Huseinin radiallahu anhu. Mas jemi në këtë mujtë në Shaban, po bëjmë hymje në Ramazan, inshallah prej tash e dish farefisin motrat, vllazët, tezët, hallat, axhallarët, kretë këne kje farefisin tonë të ata që quonë farefis në fejnë islame, inshallah bërsh një jetë për i quë dhe iftar, për i përur shpi dhe iftar, për i përur shpi në sifyr e kështu beradë. Kurse për tonë, për sonte, fillim akcionin prej poshtë, prej teorimi. Mitat, shko mere një saf një pakët atë i poshtë, këshyre matë madhe se ka më mush, edhe si cili sa ka qefës, mos shkoni hoxha në ka dënuë me 20 euro pasulli. Jo, pasullin e kemi falas, darkën vllazdore e kemi, kurse aksionin për qeshmet abdesit, inshallah dikush merr abdes e ty të boftë se vabë. Prej me dhe të tjere, Allah i në bashkoft në emën të ti. Sante prej mësafirve që kemi, si çdo herë, paka shumë gjumati e di, iniciativa e këtyre mbrëmjeve vazhdon që sa vjetë për mua iftaret e mëdha. Allah shpërblet të gjithë. Kush ulet me hoxh mazllamin i gëzohet zemra. Përmendin 5 veçori për muajin Shaban. Unë do përmend dhe 2 të shkurt pa e zgjatë, pa ju bezdisur inshallah. E para se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, muaji Shaban është muaji i cili njerëzit nuk janë të vëmendshëm, sepse gjithë po presin Ramazanin me gëzim. E thon kur vi Ramazani do lexoj Kur'an, do shtoj nafilet, do bëj shumë punë. Unë po maj ligjërat nuk jap para. Edhe pra është e veçantë kur njeriu bën adhurim në kohën kur njerëzit nuk e kanë mendjen aty. Prandaj ka vlerë veçantë namazi i kindis, e ka përmendur Allahu, falni namazet, hafidhu ala salawat wa salatul wusta. Pra falni namazet rregullisht, sidomos namazi i mesëm, ka ardhur sa e muslim që namazi i mesëm është ikindia, sepse ajo është koha që përshtatet. Në sabah, kur del për punë, fal sabahun, në drek, kur shon fal drekën, akşam yatsi e shtëpi, ke mundësi, ikindia është e veçantë. Veçoria e dytë është se profeti sallallahu alajhi wasallam thot për këtë muaj Shaban, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Inshallah na shtohen e parë me këtë rast të gëzohet edhe shit mazllumi. Thot që është muaj në të cilin ngrihen punët tek Allahu. Prandaj dhe unë dëshiroj që të jem agjërushëm kur të shkojnë punë tek Allahu. Pra bëhet inventari vjetor i punëve që ke bërë për një vit.
gjatë muajit Shabanit, dhe në Ramazan pastaj fillon viti i ri i Hijrit, i punëve të mira. I lutem Allahut të lartësuar që na mundsoj ta mbyllim këtë muaj me sukses. I lutem Allahut na mundsoj ta agjërojmë muajin e Ramazanit, të falim teravit, të japim sadaka dhe të bëjmë sa më shumë punë të mira. Zoti ju nderoj të gjithëve. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falëndërimit e kam Allahu xhaleshanuhu, vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë, falje, udhëzim kërkojmë. Përshëndesim Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në përfundimin e kësaj bote. Faleminderit Hoxh Mozllum që na ka ftuar këtë darkë, këtë nej, këtë mezhlis. Allah e trujt, Allah përshëndet, çdo të mirë në këtë botë dhe në botën tjetër, inshallah Allah është probleme xhenet Firdaus. Mos e xhallar folën për muajin Shaban, unë do të flas për muajin Ramazan. Ramazani si muaj është me renditje muaj 9 me kalendarin hënor. Kanë thonë xhallar dietar Islam se edhe gruaja në muaj e ma fëmijën barë dhe në muajin e 9 lind dhe ai i cili lind i pastër pa gjunohe. Qashtu ka thonë është Ramazani e pastron muslimanin prej gjunoheve, prej mëkateve, përsa është mundësi e mirë dhe shanse e mirë që na ta fillojmë Ramazanin me pendim tek Allahu xhaleshanuhu. Të largohemi prej gjunoheve që kur të futëm në Ramazan të jemi të pastër, të jemi për atyre njerëzve të cilët e shfrytëzojmë Ramazanin ashtu siç na ka mësuar Allahu xhaleshanuhu, na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dietarët Islam si Ibn Qayyimi e ka përmend se gjunohet apo baza e gjunoheve, usulul maasi janë 3 gjunohe. E çto 3 gjunohe do të më pas kujdes më largu për tyre. Që me fillu Ramazanin pa çto 3 gjunohe, pastaj mund inshallah me fitu shpërblim të mëdha në Ramazan. E para që prej gjunoheve të mëdha apo derë e gjunoheve tjera që mund më bëhen është mendimallësia, kibri. Dhe ka thonë Ibn Qayyimi se kibri, mendimallësia e ka bën shejtanin me çu deri te një gjuna tjetër i cili është më i madh se me kibri, se mendimallësia është kufri. Kur Allahu xhaleshanuhu i ka thonë shejtanit me i bën sejdë Ademit alayhi salam, çka ka thonë? Ka thonë aba wastakbar wa kana min al-kafirin. Ka refuzu dhe u bë më madh dhe u bë kafir. Doon mendimallësia përheqej ka njerin deri në kufër. E dyta, apo gjunoja e dytë i cili i ngret gjunoja tjera është xhelozia. Dhe këto ka thonë Ibn Qayyimi e kem tek kush te Ademi alayhis salam, debit e Ademit alayhis salam. Kabili e ka myt Habilin, e krejt kjo procedurë ka ardhur për xhelozisë. Doon xhelozia është ajo e cila për gjunoja që ka qenë deri te vrasja e Kabilit ndaj Habilit. Edhe e treta, gjuna e tretë, apo bazë e gjunave që pasane mund të bëjë gjuna tjera, është lakmia. Lakmia, Ademin alayhi salatu wasalam e ka nxjerrë për xhenetin. Dhe njëri kur lakmon, pastaj rrut për me ardhur deri te çaja punë nuk i kqyr. Po me shtyr me ardhur me kop diçka, mirë po kush e shtin deri te çaja është lakmia. Përsa ta fillojnë Ramazanin pa gjunohe. E qëtërën atë gjunohe më të mëdha që njerën e ngrihen me bëjë gjunohe tjera. Mendimallësia e ka shti shejtanin me bëjë kufër, xhelozia bet e Ademit i ka shti më vromës veti, edhe lakmia e ka nxjerr Ademin alayhis salam pe xhenetin. Allah na ruajt e na forcojë. Inshallah fillojmë Ramazan të mirë.
lusim Allahun Gjallëshanuhu në këtë mramje që kaluam vllaznore kështu, edhe tjera të bëhen inshallah taala. E lusim Allahun Gjallëshanuhu të na vijë Ramazani e të na gjejë neve me faqe të bardhë. Vllazët e mi, pejgamberi jon alayhi salatu wassalam, gjatë mundimeve të tia e ka thonë një fjalë të çuditshme që neve na vjen sot ajo. Ka kërku burra që e përkrahin këtë din. Edhe unë po them, Allahu na ngrit nalt me Islam. Allahu e ngrit nalt këtë Islam me neve. Me familjet tona, me neve, me gjithë neve. Allahu Gjallë Gjelalu për këtë din kur mos na ndroft. Allah na moft prej xhenetlive. Të buat sadaka për këtë xhami 2200 euro, Allah i kabul dhe moft. Lusë Allahun Gjallëshanu të pranohen edhe të rritën, si kur që foli hoxha në fillim të dersit. Mbrëmja mbaroj